Linja për ty. Përshëndetje dhe për ju në studio dhe për gjithë publikun e Radio Televizionit të Kosovës. Siç po e shihni, gjendemi këtu në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare, ku gjithçka është gati për edicionin e 15 të festivalit Chopin Piano Fest. Ky festival tashmë ka sjellë emra të njohur vendor dhe ndërkombëtar, por jo vetëm kaq, sepse ky festival ka ndërtuar ura bashkëpunimi dhe miqësie. Kur them miqësie, edhe vetë ky festival është krijuar nga dy mike mjaft të dashura, siç është Leila Pula dhe gjithashtu Besa Lusha. E unë këtu pranë kam Leilën, e cila do të na tregojë më tepër rreth këtij festivali. Pra Leila, jemi dëshmitar që ky festival tashmë promovon vlera edhe për te kufijve, por po shohim që salla është e mbushur për plot me ardars, me adhurues të skenës muzikore dhe gjithçka është gati për edicionin e 15, apo jo, që do t'i ofroj publikut, besoj, një program të pasur. Patjetër. Ne shonë të festojmë së bashku 15 vjetorin e festivalit, jemi shumë të lumtur që e kemi kriju një traditë dhe jo vetëm 15 vjetorin e festivalit, po 15 vjetorin i antarësimit në Federatën Internacionale të shoqatave të Chopinit me sedinë në Varshavë. Bile sot e kemi edhe me rastin e festimit të ditës së Evropës, së bashku me zyrën e Unionit Evropian në Kosovë. E kemi edhe ambasadorin e Unionit Evropian në Kosovë, në Prishtinë, por e kemi edhe një mysafire speciale e cila ka ardhur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Polonisë dhe e cila do t'jetë sonte së bashku këtu me ne, është drejtoresh për relacione evropiane dhe ajo është, do me thonë, treguar e entuziazmuar jashtë mase që në Prishtinë, në këto përmasa organizohet që 15 vite një festivali Chopinit. Na e dim që ata e trajtojnë si kompozitor të Polonisë dhe edhe janë shumë krenar për te, por ajo është pronë e krejtë botës, ashtu që vërtet jemi shumë të lumtur që jemi sot së bashku këtu dhe jemi gjithashtu me rastin e ditës së Evropës, do me thonë ky 80 vjetori i çlirimit nga pushtimi nga fashizmi, do me thonë e ka simbolikën e vet. Ne kemi sonte edhe një pianiste polake, e cila është kryetare e shoqatës Chopinit në Varshavë, e cila do të na vjen komplet programin e Chopinit. Ashtu që sonte është çdo gjë në shej të Chopinit. Publiku ardashës, i cili është vërtet prezent në masë të madhe, është bashku me ne që 15 vite edhe ne e admirojmë jashtë mase këtë gjë. Vërtet ne si organizator kemi bërë çmos që të ftojmë emra të njohur botërisht të muzikës artistike, klasike, që vërtet ata të vinë dhe të shijojnë së bashku me publikun tonë, me student, t'ju mbajnë edhe masterklase. Vërtet kemi momente të paharuara nga këto 15 vite të festimit, gjithmonë një mujor, dhe më tonë kemi minimum 15 koncerte, sikur si vjetë që kemi 15 koncerte për 15 vjetorë. Do me thonë thjesht ka shumë simbolik si vjetë, unë jam shumë e lumtur edhe i falenderojmë komplet ekipit tonë, i cili pa asnjë kursim, pa asnjë hamendje, do me thonë me entuziazëm, me dashurit madhe i përkushtohet organizimit të festivalit. Juve mediave jemi shumë falenderues që nga fillimi jeni me ne. Dhe vërtet në programin tonë, i cili është shpalosë edhe në faqen e Chopinit, ka Ramani në program, do të shifni që ka recitale pianistike, që ka duo, që ka trio, që ka duo pianistik, është violinisti me famë botërore nga, do me thonë, Austria. Kemi një pianist i cili është në Carnegie Hall edhe vjen nga Carnegie Hall në Prishtinë. E për të cilin Radio Televizioni i Kosovës sigurisht që gjatë gjithë kësaj kohe, për gjatë gjithë muajit dhe deri në fillim të muajit qershor, do të jetë në vazhdimsi në përcjellje të këtyre aktiviteteve. Që t'jemi të falenderuar, vërtet jemi shumë të falenderuar, sepse në mënyrë natyrale ne jemi shumë të falenderuar që Ministria e Kulturës po na mbështet edhe këto disa vitet e fundit na mbështet më seriozisht. Vërtet jemi shumë të lumtur për atë gjë, sepse na mundson që ma me dignitet të qasim i organizimit. Ju po e shifni që çdo vit në këtë sallë na duhet të improvizojmë edhe skenën edhe çdo gjë për të ardhur deri te një përsosmëri më e madhe të paraqitjes së artistëve ndërkombëtar, të cilët e ndin veten jashtëzakonisht bukur këtu edhe mendojnë që kjo vërtet i ngjan një sallë koncertale, derisa të bëhet salla.
Atëherë unë ju falenderoj shumë dhe uroj që gjithçka të shkojë mbare mirë gjatë këtyre netëve të festivalit. Faleminderit. Lumira edhe jeni të mirë se ardhur kurdo që keni dëshirë. Atëherë ishte kjo gjithçka nga kjo lidhje drejt për drejt këtu në ceremoninë e hapjes së festivalit Chopin Piano Fest, e për të cilin ardhëtarësit dhe publiku do të kenë mundësi që për një muaj të përcjellin koncerte të shumta dhe nga artistë të njohur vendor dhe ndërkombëtar. Atëherë linja për ju në studio. Mirat, faleminderit për të gjitha informacionet dhe intervistën, të përshëndes.